i akuzuari Arsim Sylla, konform meni 364, Kodit Procedurës Penale, është fajtor për veprën penale në bashkëkryer, vrasje rënd kaninin 173, paragrafi 1, pika 1.5 dhe 1.8 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata për këtë vepër penale e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 22 vite burgim. Të akuzuarit Arsim Sylla, në dënimin e shqiptuar i llogaritët koha e kaluar në paraburgim nga data 11 shtator 2023 e tutje. Të akuzuarit Arsim Sylla i vazhdot masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi. E dëmtuara Lirie Sulejmani për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. Detyrohet i pandehuri Arsim Sylla që në emër të shpenzimeve të procedurës penale t'i paguaj shpenzimet e dhatë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 200 euro dhe në emër të fondit për mbrojtjen e viktimave të krimit shumën prej 50 eurove.